e një babin tem, në vitet e 90-ta, vazhdimisht vishin e arrestojshin, e torturojshin në burgje. Edhe sa herë vishin, me bo me menagjet, natyrisht, na I kishëm aty krejt librat shqip, e njëherë unë isha aty përgatit historinë e Skënderbeut në seminar, edhe kur erdhën 5 mëngjezit, na thyn derën hynën e torturum babin që aty para neve, kur pëshe librin aty historia e Skënderbeut, po thot ai policie, I kujt është ky libër? Unë thashe jam, ja hala fëmin, klas 2-ta, 3-ta, po I lexojsha që ashtu m'pëlqeshin sikur ty, librat e historisë në moshë 3. Edhe e kapi, e nxjerri shkrepzën edhe filloi me djegë. Serbe, policia serbe, ja nisi me djegë se ju pengoj ke shumë, pse na me lexu libra për historinë tonë. Edhe, qështu, të me thonë, jemi rritën që asi rëthana, po kjo të bënë më të fort edhe të bënë me mendu që edhe vetë shkollimi u konë pjesë e betejës tonë për liri. Edhe ajo u konë pjesë e që asaj betejë. Se edhe në përmjet shkollave. Mas generate kemi dhonë njerës ka pos njerës që kanë brojt këtu me gjdo forë. Qashtu është. Muhamet Pirok, unë njerë kur pa të shkru librin e porë për kem njërin e fundit, kem me dhonë, e por që tokë duhet me mbrojt. Me mbrojt, me çdo kusht, asë se mu dërzu. Edhe unë ju sigurojshe, edhe pse tash si jam presidente, unë ko me vazhdu, me të njëjtën punë, me të njëjtin elan, me të njëjtin vullnet, kena me gjetë mënyra me mbrojt historinë e Kosovës, me mbrojt sakrificën e Kosovës, nuk kena me leju që askush sado që bohën gabime herë në parlament, herë dikun tjetër flasin gjana që nuk duhet me I folë, që e njëllosin historinë e sakrificën tonë. Këtu keni me na pas... Smone Shaboni ata krejt roja tyne jem, na kursejmë krejt të atriva lojen gjedi, së nisë tonë për të na lakmojmë kujt veç tonë me Kosova, unë gjithmonë kur kom u këtu jashtë vendit ku jemi ullë, një plan toke kërkujt s'ja kemi marrë. Veç e kemi mbrojt ato që na ka taku neve, a neve na kanë marrë. Na kanë marrë bëllë, sa kanë ujtë na kanë marrë.